Këto ditë Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore po mbajnë takimet vjetore të vjeshtës. Për të marrë pjesë në këto takime ka ardhur në Washington Ministri i Financave i Shqipërisë, Shkëlqim Cani, të cilin e kemi sot të ftuar në studio. Mirë se vini. Zoti Cani, para se të kalojmë tek temat që u diskutuan tek takime, do të flasim për një lajm të mirë për Shqipërinë. Standard & Poor e ndryshoi vlerësimin për Shqipërinë nga i qëndrueshëm në pozitiv, por çfarë do thotë kjo për banorin e zakonshëm të Shqipërisë? Për banorin e zakonshëm të Shqipërisë ndoshta është pak e vështirë për ta shpjeguar, por ajo që ndoshta i vlen çdo banori shqiptar është që është dhe një institucion tjetër, privat, i pavarur, me reputacion të padiskutuar ndërkombëtar, që pas FMN-s, Bankës Botërore, po kështu certifikon atë që në vazhdimsi qeveria ka komunikuar me publikun që ekonomia shqiptare, financat shqiptare janë në rrugën e përparimit, në rrugën e progresit. Dhe do e mos që e tregon vetë ky vlerësim i Standard & Poor's. Takimet që ju keni diskutuar, këto bisedat që keni bërë këto ditë kanë lidhje me paketën fiskale dhe buxhetin e vitit të ardhshëm. Më konkretisht, a mund të na flisni ju lutem për këto biseda, për zhvillimet? Tani janë dy takime që zhvillohen në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Një është takimi i pranverës dhe ky i dyti është takimi vjetor, takimi i vjeshtës. Të dy takimet kanë vlerën e tyre. I pranverës, si thua, certifikon deri diku për hapat që ka bërë qeveria, kurse ky i vjeshtës më shumë është që vendos se çfarë do të bëhet gjatë vitit të ardhshëm. Dhe përkon mjaft mirë edhe me paketën fiskale, përkon edhe me hartimin e buxhetit për vitin 2015. Dhe cilat janë pikat kryesore ku do të mbështetet qëllimi ekonomik i vendit për vitin e ardhshëm? Duke qenë që përkon me këtë, natyrisht që e gjithë vëmendja e gjithë bisedimeve ka qenë për këto të dy çështjet plus energjinë. Kryesisht është biseduar në këtë drejtim. Të ketë një paket fiskale fleksibël në ndihmë të biznesit, në ndihmë të popullatës dhe kuptohet dhe në ndihmë të buxhetit. Ndërsa për sa i përket buxhetit, është vendosur si parësore që të ndihmohet rritja ekonomike, ndërkohë që të shihet mundësia e uljes borxhit për vitin 2015. Pra, nga vitet vështira ku borxhi në 5-6 vite rresht ka patur tendencën në rritje, për herë të parë ndron krahun për vitin 2015 dhe fillon uljen në shifra relativisht vogla, por ajo që ka rëndësi ka pesh është kthimi i kahut të lëvizjes borxhit, pra drejt uljes së borxhit. Natyrisht që brenda buxhetit do të ketë objektivët të tij dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të ekonomisë shqiptare. FMN-ja shikon si rrezik për këtë stabilitet, për stabilitetin financiar sektorin e energjisë në Shqipëri. Ndërkohë thuhet se do të rritet pagesa për qytetarët në Shqipëri për të përballuar këto shpenzime. Pra, mendoni që është kjo e drejtë ndërkohë që ka shumë qytetarë që nuk i paguajnë këto detyrime për energjinë dhe mendohet që kjo ngarkesë do t'i bjerë atyre që janë më të rregullt, qytetarëve më të rregullt. A ka një rrugëzgjidhje për këtë dhe a do të ishte ndoshta më e shëndetshme pra në financiare që të luftojë më shumë informaliteti për sa i takon prurjes së parave nga ky sektor? Tani unë nuk është e paraherë që them që reforma në sektorin e energjetikës është një reformë shumë e ndërlikuar, një reformë shumë e thellë, një reformë gjithë përfshirëse dhe një reformë që kërkon mbështetje të gjithanshme nga të gjithë institucionet në Shqipëri. Natyrisht që udhëhiqet nga Ministria e Energjisë, por në fakt bashkërendohet me të gjithë institucionet e tjera dhe ministritë e tjera dhe kuptohet për nga pesha është ndër reformat më të komplikuar, më të vështira për të realizuar. Dhe për këtë dhe është një periudhë të paktën intensive në tremujorin e fundit, ku vetë kryeministri në mënyrë të përjashme është i angazhuar, është në krye të
grupit. Kështu që ka marrë vlerësimin e duhur. Tani, pyetja juaj duket sikur po anon për nga një kënd i çështjes çmimit të energjisë, pra duket sikur është e mirëqenë që do të rritet çmimi i energjisë. Qeveria ka bërë kujdesin e duhur, ne gjatë tërë bisedimeve kemi bërë kujdesin e duhur që nuk do të preken çmimet e energjisë. Pra, kjo është një e thënë, e stërthënë, e artikuluar nga ministrat ndryshëm, kuptohet natyrisht që nga ministri i linjës, zoti Gjik Nuri, po kuptohet dhe nga kryeministri. Tani më bie rradha përsëri që ta rikonfirmoj që ne nuk kemi patur pjesë të bisedimeve çështjen e rritjes së çmimit. Pra ne nuk negociojmë. Natyrisht që duke thënë që është një reformë gjithëpërfshirëse e thellë, kuptohet që reforma do të ketë element të vetë ku do përfshihet. Dhe një nga elementet me të cilën ne kemi diskutuar gjatë këtyre ditëve me FMN, po edhe më përpara, ose që është pjesë e paketës së reformës, që ne pothuajse kemi në përfundim dhe do të filloj zbatimi i saj, është edhe çështja e heqjes së bllokut prej 300 kW-orë. Këtu përse bëhet? Nuk është edhe këtu faktor çmimi. Pra nuk është gjykundi përqendrimi i qeverisë për të rritur çmimin e energjisë. Në të kundërtën, kjo fash prej 300 kW-orësh, e cila është me një çmim më të reduktuar në krahasim me përtej kësaj fashe, ka qenë objekt i vazhdueshëm spekulimi, objekt i vazhdueshëm reagimi nga popullsia, me çezin dikur dhe me oshen tani, pra që njerëzit janë të pakënaqur sepse gjithnjë me të drejtë apo jo kujtojnë që, dhe ndoshta, pra nuk e heq edhe që mund të kenë të drejtë, që ata faturuesit spekulojnë me ta dhe i mbi faturojnë. Po kështu është një objektiv vjedhjeje, e thënë cop në Shqip, nga element të ndryshëm. Pra heqja e kësaj nuk ka parasysh të rrisë çmimin, por ka parasysh që të heq mundësinë e vjedhjes së këtij grupi njerëzish dhe të sistemimit të ankesave të popullatës. Tani çmimi këtu do të vendoset si çmim mesatar, një çmim i cili asnjëherë nuk do të godas familjet shqiptare. Qeveria ka bërë dhe po bën për kujdesjen dhe për llogaritjet e duhura që familja shqiptare të mos pësoj asgjë nga kjo masë që është pjesë e një serie të tërë masash që po merren në sektorin e energjisë. Le të kalojmë në një temë tjetër. Misioni i FMN-s në shtator u largua pa bërë rishikimin dhe si pasojë nuk u lëvrua kosti. A kishte kjo lidhje me faktin e zhvillimeve që kanë rrethuar Bankën e Shqipërisë dhe kur pritet që të lëvrohet ky kost? Me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, në fakt ne si Ministri i Financave kemi pas diskutime të përqendruara në të tre drejtimet që fola, pra si në paketën fiskale, si në buxhet, ashtu dhe në reformën në sektorin e energjisë, për arsye se kur flasim për reformën në sektorin e energjisë, gjithnjë nënkuptojmë pasoja në buxhetin e shtetit dhe në ekonomitë familjare, kështu që në këtë drejtim kanë qenë përqendruar bisedimet. Natyrisht ngjarja ndodhi dhe ishte jashtë parashikimit dhe jashtë mundësive të qeverisë, kështu që ne nuk është që është trajtuar në këtë drejtim siç thoni ju që FMN-ja u largua për këtë arsye. Jo u largua, po thjesht që u vënua lëvrimi i kostit. Shiko, ne me FMN unë jam një negociator i hershëm. Kam shumë kohë që kam negociuar me FMN. Do ta quaja si një lëvizje të radhës për arsye se FMN-ja në atë kohë erdhi pikërisht për të identifikuar këto momente, pra nuk kishte vetëm qëllim
atë vlerësimin e ekonomisë shqiptare, por kishte një kërkesë të përsëritur dhe të rënë dakord mes palëve që ajo të vinte të na ndihmonte për një ecuri për shpejtim të procesit të si të paketës fiskale, ashtu edhe të buxhetit dhe të sektorit energjisë. Kuptohet duke qenë që të treja këto nuk janë probleme që zgjidhen me një të rënd të lapsit, por janë shumë komplekse. Ne pra dhe misioni FMN-s, por edhe ne si qeveri, kërkuam kohën e nevojshme për të gjetur më racionalen dhe më optimalen në këto reforma. Mund t'ju them që paketa nuk është thjesht paket do rritet një taks apo do ulet një tjetër. Është një paketë e cila në kompleksin e vet ka prek një mori taksash dhe disa i sheh në rritje, disa i sheh në ulje. Dhe kuptohet bën rregullimet e veta siç bën çdo qeveri çdo vit. Ndërkohë buxheti është shumë i komplikuar për arsye se kërkon që për vitin 2015 të mbartë një kompleksitet të tërë fenomenesh që kanë ndodhur me energjetikën. Për arsye se energjia në 20 vjet ka patur një hap para, dy hapa pas. Dhe në kontekstin na është dashur që të reflektojmë, kështu që të dyja palët i vijuan bisedimet edhe pas largimit të misionit dhe në këto ditë dhe pastaj misioni do të vijë në Shqipëri për të bërë vlerësimin e radhës dhe për të parë këstin e radhës. Zoti Cani, faleminderit. Faleminderit.